me imponime të marrëveshjeve nën tavolina nga PDK, LDK e AK, përveç se kanë minuar demokracinë e tyre të brendshme, nuk kanë dashur t'ja din fare për situatat lokale në komuna. Për një gjë dua t'ju siguroj, lëvizja vetëvendosje është fituese e 2025-ës, ka përqen fituese edhe në 2026-ën, po edhe vitet e ardhshme siç po duket, ndihmuar edhe nga mentaliteti vjetruar e ekstrem, jo bashkëpunues e partive të tjera. Jemi në këtë situatë për shkak të kalkulimeve të humbësve, që po përpiqen të zvoglojnë humbjet e tyre me këso makinacionesh, por kjo është e pamundur. E ata duhet t'ja pranojnë vetes faktin se kanë humbur. Opozitarëve ju themi, ju lutem, mos u betononi në pozitën e bllokuesit. Ja ku e keni shansin. Mos e lini që të ikë edhe ky shans Kosovës sonë të përbashkët. Atëherë, le ta votoj opozita një qeveri të udhëhequr nga Glauku, e cila e dorëzon buxhetin për miratim në Kuvend të Republikës.